Arsen Dushku, zoti Berisha, ju keni qenë koherent në sulmet kundër SPAK, e sot po faktohen akuzat tuaja. A ka shpjegim se sa më shumë hetime ka për Ballukun, aq më lart gradohen ushtarët e Ballukut në bashki dhe qeveri? Goditjet e SPAK ndaj krimit në vend që të ndikonin në pastrimin e parave kanë bërë të kundërtën. Fenomeni ka marrë për masa dramatike dhe këtë e fakton edhe rënja e euros. Faleminderit shumë për pyetjen. Unë jam ish president dhe ish kryeministër. Kur nuk do të preferoja dhe nuk dëshoj të sulmoj punojës të organeve të drejtësisë dhe të zbatimit ligjit. Problemi im do të jemi hapur me ju me SPAK-un që kur unë jam rikthyer në Partinë Demokratike, por dhe më parë ka qenë një më kryesori. Dhe për fatin më të keq, në këtë vend qenë shumë të pakt ata të cilët e realizuan. SPAK-u ju faktoi shqiptarve, jo vetëm opozitarve, po të gjithë shqiptarve që besojnë tek vota e lirë. Besojnë se pluralizmi politik është promotori dhe lokomotivi, jo vetëm e demokracisë, po e të ardhmës së një vendi, pa cili nuk ka të ardhme. SPAK-u u bë gardian i krimit kushtetues elektoral. Dhe unë betejën time kundër këtij institucioni nuk e fsheh. E kam filluar pikërisht atëherë kur u billa dhe konstatova se ky institucion është armik i egër i pluralizmit. Kush të doj, le të marr deklaratat e mia. Ata patën paftyrsinë të më dërgojnë mesazhe, duke besuar se do mund të shuanin zërin tim. Por kur, ajo s'mund të ndodhte. Dhe sot po faktohet që ai ushtruan në një vegël, në një armë të partisë shtet. Përsëri, ju keni shumë të drejtë që përmendni krimet e ministrave, por për Sali Berishën dhe për ju garantoj se kryekrimi i tyre është amnistia e krimit elektoral. Pse? Sepse ata zgjedhjet kanë dy aspekte. Kanë aspekt në zhvillimit tyre, ku forcat politike, ekzekutivi kanë përgjegjësinë e tyre, po kanë aspektin e trajtimit të gjitha parregullsive, të cilat janë totalisht kompetencë dhe atributi SPAK-ut. Në qoftë se SPAK-u nga dhjetra dosje krimesh monstruoze të cilat janë të sankcionuara në këtë libër, me 1500 faqe, me 2500 prova, fakte, ka hetuar vetëm 3-4 persona në një kohë kur Edi Rama me ministrat e tij është autor kryesor i asaj farse. SPAK-u i jep qeverisë licencën për të manipuluar, për të grabitur, për të dhunuar zgjedhjet dhe legjitimon të pa legjitimueshme farsën elektorale. Për sa i përket lubis, do o them dy fjalë. Unë që them këto fjalë për SPAK-un, mund them se në rastin e Ballukut, ai prokuror që dërgoi dosjen
dhe ata që e jetuan atë, u treguan të guximshëm, bën detyrën e tyre, por atyre Edi Rama u shpalli luftë. Dhe imagjinoni ju një njeri familjar ose jo, që vihet në sulme të gjithanshme nga kreu i Meduzës, kryeministri shqiptar, tek vrasësit serial të kontraktuar nga qeveritar dhe ai si e ndjen veten. Ai njeri ka shërbyer vendit, por ai njeri nuk mundet të asgjësoj 83 mandatet e krimit, të cilët rrëzuan kërkesën e tij kushtetuese ligjore. Ndaj dhe pse i them këtë? I them këtë se ndaj tyre nuk mund të kërkojmë ato që ata s'mund t'i bëjnë. Edi Ramën, ata nuk e ka në luftë me Edi Ramën, ata janë të mundur, sepse ekzekutivi ka të gjithë forcën për qofse hyn në një betejë të tillë antidemokratike. U përket qytetarëve shqiptar të qëndrojnë atëherë kundër këtij regjimi që nxjerr veten ministrat e tij mbi ligjin dhe kushtetutën. Faleminderit.